Buka integrale, që kërkojmë tërësi tash i themi, se duhet integrale, sepse ajo ka gjithë kokën e grurit bluar brenda, edhe ka shumë fibra, dhe kur ham atë, ajo nuk vete direkt në gjak, nuk shpërthehet direkt i karbohidratet në gjak, por ecën me kadal sepse fibrat treten me shumë vonesë. Dhe kur vete në zorën e trasht, aty kemi peristatikun e zorëve, do me thënë, me zorë të matë zbërthehen, derisa je bile aty, rritet pak nxehtësia dhe ndihmon shumë për prostatën. Pra, këto ushqime që themi ne, njëri mund ta bëj, tjetri jo. Këto janë të organizmit dhe duam direkt me mjekun që ti do kesh konsult të vazhdueshme, nëse do të konsultohesh. Por organizmi është kontrolli më i mirë vetë njeriu. E kontrollon çfarë duhet të haj, çfarë duhet të haj, në darkë në mëngjes. Si çfarë duhet të unë për shembull ta them. Njëri ka qejf në mëngjes të pi lëng sheke, vezë edhe në një tjetër të vogël. Tjetri nuk i bën mirë kjo. Se mund të ketë aciditet të lartë në stomakun e tij. Pra njëri ti bën, tjetri si bën. Pra nuk është shkolla i të thuash televizor që të ashtë ose më të ashtë atë. Kjo kërkon një njëjë shumë të thellë. Për organizmin e njeriu që do flasësh, edhe të ushqimi që do të japësh. Detyrimisht neve, mish për shembull, thuhet në tërësi, 30 gram mish i kuq, 30 gram 300 gram në javë. Vezë një ose dy kokra në ditë. Pra këto i thuhen, këto janë të thëna të gjitha, jo të me studim të plot. Po marr nga i libër, merr ati libër tjetër.